Kur thot burri im ka pasuri shumë, por më thot nuk e kam detyrim me të dhanë para ty. Gabim e ka. Ajo ka detyrim. E ka obligim me të mbajt ty, me ushqim, veshmbathje, me shtëpi, vendbanim, kur je shnosh, kur je smur, me të çu te mjeku, ilaçet, ato këto sen. Gjithaj ka obligim. Për ty, fëmijët e tu, domethënë fëmijët e vet. Nëse ai thot kështu, nuk e kam obligim, atëherë ka keq kuptu edhe fen, edhe martesën. Martesa nuk është veç çështje private brenda dhomës burrit dhe gruas, por është edhe çështje përgjithësie. Përgjithësie. Keni kujdes. Le të ketë kujdes ky burr. E them edhe nga ana tjetër, këto po them pa dëshirën time. Nëse nuk qenë ka përgjithësi e burrit me dhon parë gruas, atëherë gjajet një punë. Shkon punë pa pyet ata. Kthoj për punës pa pyet ata. Kur të vjen në shtëpi, bën bukë veç për vete. Laje në të veç tuat. Laje teshat veç tuat, e kura si veç tuat. Mos jep kur farë përgjithësie, si mos me pas burr fare. Kur thot, hajde në dhomë thu jo. Po, ja. Ti s'pëndjen përgjithësin ndaj me, edhe unë s'kam përgjithësin, detyrim ndaj tjerë. Kur gja? Veç për e të shtu me një shtëpi bashkë. Edhe, ta shofim a videl mirë. Normal se kjo nuk bën, unë që pa e thamë. Ama, dikush nuk po marrë vesh ndryshe vetë se me ndërmarë qëndrime, vendime, hapa, ekstrem. Ky burr nuk e ka kuptu përgjithësin si bashart, po ashtu edhe detyrimet që i ka ndaj gruas. Thjesht qenë ka i papjekur ky njeri.